Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur sot në festën më të re të Bashkisë së Rostovecit, konkretisht të njësisë së Strumit, në festën e serave të gjelbërta. Pse pikërisht vendosëm që këtë festë ta bëjmë këtu? Vetëm në 3 vite, në njësinë e Strumit janë shtuar gati 200 hektar sera. Dhe kjo Iklita është falë dëshirës tuaj për të punuar, falë mbështetjes që Bashkia dhe Qeveria Shqiptare u ka dhënë të gjithë fermerëve për të ndërtuar sera, për të prodhuar sa më shumë perime, sa më shumë produkte dhe për të përmirësuar jetën e tyre. Prandaj ne vendosëm që këtë aktivitet të sotëm këtu në zemër të Muzieqisë së Rostovecit dhe të gjithë qarkut të Fierit, ne ta kthejmë në një traditë për të përshëndetur të gjithë produktët që u dua të falenderoj, të gjithë fermerët, të gjithë pikat e grumbullit dhe çdo njeri tjetër që me djersën e ballit, me punën e vet, ushqen familjen e tij dhe përmirëson të gjithë jetën tonë. Njëri mund të thotë që e qa na duhen këto festa. Ne gjithë ato i kemi bërë me djersën tonë, askush s'na ka ndihmuar. Është e vërtetë. Gjitha i keni bërë me punën tuaj. Dhe Allahu ju qoftë. Dhe unë uroj që prodhimet tuaja, që fitimet tuaja të shtojnë nga viti në vit. Por, unë jam shumë e bindur që ju e keni ndjerë sa do pak mbështetjen tonë. E keni ndjerë që në ujin e kanal, keni filluar të ndjeri në rrugët që kanë filluar të përmirësohen, dhe sot unë ju premtoj gjithë që ne do të vazhdojmë të punojmë për të përmirësuar çfarë do lloj nevoje që ju keni. Shkoni sa shumë të ftuar që ka sot. Kemi deputeten Antoneta Dhimën, kemi drejtorin e KU-s, zotin Gzim Aliaj, kemi mysafiren nga Patosi, kemi kaq shumë të tjerë të ftuar që na kanë nderuar dhe unë uroj me shpirtin e femër që nga